jam një femër si ti. Një femër që u rrit që e vogël dhe të gjonte në familjen e saj, është turp të dalësh dhe të nxjerrësh gjoksin jashtë, është turp të nxjerrësh shalët jashtë, është turp të flasësh meshkull, është turp të shijosh, është turp t'jesh e bukur, është turp për shumë gjëra. Mos je dhe ti një nga ato femrat që ke dëgjuar këtë fjalë dhe shumë të tjera. Është turp të edhësh baluken për pjesë thoshte gjysmë, të vesh këmba për këmbë. Është turp të hysh në dhomën që rrin vetëm burrat. Është turp të hysh në një kafe që pi kafe burra. E shumë të tjera nga fjalët më të rënda. Dhe në qoftë se ti bën një diçka, në thonjza që për kolektivin nuk ishte pranueshme, ti përjashtoheshe. Por para se të përjashtoheshe, ti ke përjashtuar veten tënde, përjashtove gjininë femërore. Atë që je dritë, përjashtove të ndjesh trupin tënd, përjashtove t'jesh seksi, t'jesh femër, të shijosh, të kesh magnetin që e ke si femër kur e pranon. I bëre sepse kjo fjala turp dhe të gjitha këto të trashëguan. Por ti nuk je ajo. Ti je një femër krijuese, ti fuqinë e ke tek femininiteti. Ndaj sot jam këtu të të them, në emrin tim dhe në emrin të gjithëve, ju, femra, të bashkojmë së bashku dhe të bëhemi shërimi, jo trashëgimi. Dhe jam këtu me 14 terapistë të tjerë dhe përfaqësuese për Shqipërinë që të punojnë për gjininë femërore, për turpin dhe shumë të tjera. Më ndiqni për video të tjera, shpërndajni këtë video dhe bashkohuni me mua me energjinë time, se ndërmjet jush dhe ndërmjet meje, energjia e turpit do lirohet, nuk do bëhet më trashëgim. Dhe për ju meshkuj, do bëj dhe video tjetër, sepse dhe ju nuk keni pranuar ndjeshmërinë tuaj, gjininë tuaj. Ju thamë të mos qanit, të jeni agresiv, të mos hapni zemrën. Dhe kemi ardhur të jemi në luftë me njëri tjetrin, por në të njëjtën kohë po luftojmë gjininë femërore dhe maskullore brenda nesh. Nuk e pranojmë. Ti je i bukur, ti je i ndjeshëm, ti ke shpirt, ke zemër. Qofse të thanë që mos thuash tek një person, akoma tek një femër më mungove, të dua, të ndjej, nuk je ti ai mashkull, por është trashëgimi që ka ardhur nga breza të mëparshme, nga paraardhësit. Tani mund t'ju them 20 breza më parë nga ne. Ne erdhëm të bëjmë shërimin, nuk do jemi trashëgimi, por shërimi. Ndaj ju thërres, gra dhe burra, me dorë në zemër, të bashkohemi të gjithë së bashku, për të liruar këtë turpin, për të liruar gjithë shka që na u trashëgua. Jetojmë në 2025 dhe le ta lejojmë vetën të dashurojmë, të ndjejmë, të shprehim, të hapim zemrat. Për të gjithë ne, për paraardhësit, për gjithë energjinë e tokës tonë dhe për fëmijët tanë dhe çfarë do vinë nga fëmijët e fëmijëve. Ju dua shumë dhe i falenderoj. Jeni pasqyra ime dhe unë jam juaja. Në këtë 5 ditor, në retreat që është përkushtuar gjinisë femërore dhe maskullore, do punoj për vete dhe për të gjithë ju. Por, kam nevojë dhe për energjinë tuaj. Sepse ne jemi një kazan, si të thuash një supë universale, që të gjithë bashkë ti mund t'jesh ajo pjesa e mishit, e pulës, një mund t'jetë karota, mund t'jetë
orizi, mund tjetë kripa, gjithë shka, por ne jemi në të njëjtin kazan dhe jemi të gjithë në një supë universale. Dhe është për të mirën tonë që ne të lirojmë gjitha këto ndjenja, të gjitha çfarë na është trashëguar, që të lirojmë dhe veten tonë dhe të pranojmë si maskulitetin tënd, si femër, feminitetin tonë, dhe të gjitha ato të pranojmë dhe sepse u trejnë. Po arrim në ishën, janë të dyja së bashku, brenda nesh kemi nënë dhe babajnë tonë dhe të gjithë parasit. Ju dua shumë, të falenderoj dhe të shikojmë çfarë do dalë. Do jep këtu t'ja autentik